ikim se për çfarë bëhet fjalë. Ndiqeni me kujdes sepse është edhe e përkthyer. Kemi ishte një djali shumë. Edhe dhe djali shumë. I più belli della casa. Është vërtet s'ka shumë me bukuria. Toni edhe Edi, një djali shumë për qef, shumë nice. Shumë interesant. Lei ci ha provato con tutte e due, ma ha visto che lui è tanto preso da me, io ho preso da lui, e lei se ce la fa, tipo sembra una puttana. Capito? Sembra male. Non sembra male con il mio? Sì. Sì. Con il mio sì. Dopo anche quello che abbiamo parlato sì. Ma anche prima, con il tuo che la guarda così. Ma è il mio che lo guarda, lei. Sì. Scusa, sì, ma ti dico almeno la verità, cioè che cazzo. Ma l'ho visto anche oggi. Intanto lo vedrai su video. Capito, quello che ha... Ma è show-phone se c'ha, sono budalle. Sì, bravo. Supportimi per te. Bravo. Supportimi per te. Shumë. No, Romina, così tipo... ti dici qua, No, ma che... Se c'ha shumë, che pensi tu che così da me? Për shumë të pashme zotin. Bravo. Është një... Ndi piangi. Wow. Është Sì. një turizm. Bravo. Jam shumë lumtur. Bravo. Jam shumë lumtur. Il problema è che io sono innamorata di lui. Ouch. Okej. Një komunikim mes vajzave dhe duam ta dimë se për kë e kishit fjalën. Per Tonin. Për cilën vajzë? Qual è la ragazza di cui parlavate? Una roba komplet konversata. Po pse kam dalë unë aty te klipi? Se doli... Dolem gjithë, o Jo, Alba. kam dalë veç mas, palisa herë. S'ke dal vetë, edhe unë dhe shkurta dolem. Ç'ke? Nga një herë, po. Po? Për kë e kishit më? Alaudin, Unë harrova. është për Elin. Për Elionën? Pa. Muhabeti që ne kemi Ai bërë. furgot, ja. Po më janë shumë marrë për juve dyja, çka keni ditë me fol, në ekstrem. Pa, e Në dëgjove ekstrem, nuk se i di s'është domethënë. kemi thënë në ishë kush e di se E çfarë. çka është ajo fjala me yje që më shef? Po, fol me gocën, jo me A ka mua. mundësi me mas qaru që të Mirë, punë pak, se nuk jam të dita Po. çka o të u bo? Atëherë Bia, Ti lexoje se kush e tha njëherë kurse e foli. Bia edhe nëse ndaj nuk meje. mundesh, nëse na dëgjon. Edhe nëse nuk mundesh me u Po, shpreh atë çik, fjalën e keqe e se ke thash. Klodin aty afër që do të përkthej ndoshta në rastin në rregull tënd, jam unë, në po. këtë moment. Se s'do merrem me Do këto të thonë muhabete. biseda mes teje dhe Dolçës ishte për Elionën. Po. Që diskutuat sepse ajo po flirton edhe me Po, meshkujt si të mbas tjerë. dijes, po. E unë i thash, si mbas meje edhe me Edin flirton. Edhe me Po. Edin. Po, Mirë. aty fjalën me ca pika nuk e kuptova se ç'a ishte, se nuk e lexova dot. Atëherë Se unë nuk nuk e e mund thash. me lexu sepse ishte Unë nuk me e thash se unë nuk Jo. mbas parë nuk ofendoj njeriu, nuk di fare të ofendoj dikë. Sidomos gocat. Pero të flirtosh nuk është ofendim, ti thuash dikujt. Po Jo, që a nuk jep është. dorën dikujt për një sharje është. Më fal? Për çfarë ja ke jap dorën po? Si? Jo, po ato videot janë të prera, nuk është se i kam dorën në bijës, tu kapishi ç'a po themi. Okej, atëherë dini argument. Bijës po kupton fare se ç'a po flasim. Okej.
veç pak. Bia, Dora, janë pjesë të Bia. prera, nuk është se unë i kam vënë dorën sepse ajo kisha u ty. banor, ju tha, Muhabeti që bëni. vetëm pak, banor, Kot. sidomos Bia dhe të tjerë, ju thash ndiqeni me vëmendje sepse është edhe me përkthim. Bia nuk mund të thuash tani që nuk po e mban mend se çfarë keni folë Po, kur e pave unë e mbaj mend klipin. shumë mirë